Në orët e paraditës së sotme është regjistruar një aksident trafiku në mes të një makine dhe një biçiklisti, i cili përpasoi ka pësuar dëmtime serioze tek pjesa e këmbëve. Nga policia njoftojnë se ngjarja ka ndodhur në fshatin Banjice Poshtme rreth orës 9:40 minuta në afërsi të varrezave të fshatit. Në këtë aksident kanë marrë pjesë një veturë tipi Tiko me targa të Gostivarit e drejtuar nga një 48 vjeçar nga Banjice Poshtme, i cili e ka goditur biçiklistin 58 vjeçar po ashtu nga ky fshat. Policia njofton se nga kjo fatkeqësi biçiklisti e ka pësuar më rënd sepse ka marrë lëndime serioze në pjesën e ekstremiteteve të poshtme. Organet kompetente kanë bërë inspektim të detajuar në vendin e ngjarjes dhe tani po punojnë për zbardhje të rastit dhe të gjitha rrethanave që kanë çuar drejt kësaj fatkeqësie. Ndryshe, ditëve të fundit në regionin më të gjerë të Pollogut kanë ndodhur disa aksidente trafiku, ndërsa në pjesën më të madhe të rasteve ndeshjet kanë ndodhur në mes të veturave dhe biçikletave apo motocikletave. Për këtë arsye, sektori i punëve të brendshme tetov përsërit apelin ndaj drejtuesve të automjeteve që të bëjnë më tepër kujdes ndaj pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion, qofshin ata këmbësor, motociklist apo biçiklist. Për këtë arsye, me që gjatë ditëve të ardhshme pritet frekuentim më i madh i rrugëve, drejtuesve të automjeteve ju sugjerohet për më shumë kujdes, ndërsa këmbësorëve, biçiklistëve e motociklistëve ju apelohet që ta respektojnë sinjalizimin përkatës, të mos ecin në rrugë paralelisht me veturat dhe të mos bëjnë kalimin nga një anë në tjetrën aty ku ju kujtohet.